Përshëndetje shikues të Radio Televizionit 21, përshëndetje shikues të emisionit Një Kafe me Labin, ju që na shikoni nëpërmjet Radio Televizionit 21 dhe kanalit ton zyrtar në YouTube. Faleminderit që jeni pjesë e pandarshme e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Kafja u përgatit për Ekremit. Faleminderit Pavinit për aromën e kafes që më jep në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Ju e dini që Pavini është kudrën për Kosovë, në për shumë lokale të ndryshme të cilat fakt ju shkoni edhe me miqtë ju i takoheni e shijoni kafen. Edhe unë sonte do ta shijoj kafen e Labit për shkak se kam dy miq shumë të mirë, po kush janë do ta zbuloj pas pak. Faleminderit Fibullës që është pjesë e rrugtimit tam, faleminderit pjesë Valonës, faleminderit Pallmaklin për pastrimin për gjithë shkafin që e bën, por ekipit Radio Televizionit 21, por duke më sqaruar asnjëherë, unë po i them treshën e mrekullueshme që kam në studio. Ekremin, po ata dy plumat atje, Taulantin edhe Lumin, të cilët fakt janë javë për javë bashkë me emisionin Një Kafe me Labin. Jemi gati, t'ja nisim me juve, edhe unë i tham, mirë se erdhen vëllezërit Beraleu në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Taulant, Andi, hajdeni e arshit si vera, për i tham, është knasimi u pas. Përshëndetje, Lap, që shkëm, e mirë. Lavi, përshëndetje, a e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe Lumit edhe Taulantit. Pianisën e ka dalë. Dy Taulantat një vend. Po e kom shok shumë prirë. Taulant Rucin, njëri ndër violinistët më të mirë. Na bjen shpesh mu taku edhe në përdasma, respekt për ty. Pepi kafën kështu me knasisët. Mu po vjen mirë që jemi sonte bashkë, edhe aq më tepër jemi tek Një Kafe me Labin, për shkak që sa herë që kemi diskutuar për me bëu diçka, unë insistojsha me qenë komplet familja. Për shkak që ju, domethënë komplet familja jeni çdo herë bashkë. Domethënë e gëzonin, një përshëndetje pja që më prej këtuit, edhe një falenderim shumë të madh për babin, se babin ju e keni o edhe unë dej. Po çe veç me përmend, po thot. Po më vërtet kur po shkoj po. Okej, po e përmendi unë. Dej mikrofonin tem ma ka ndresk. Domethënë çashtu është i lindë domethënë për këtë pjesën, pjesën artistike. Jemi të kafja, para se të kalojmë tek pjesa tjetër e studios atje ku edhe kemi me bisedu për familjen, për gjithë shkafin, kemi edhe me këndu besa këngë po piqen në furrë, që thoj unë të më shpesh herë po piqen në furrë. Po, Taulant, me kënd të kam marrë me pini kafe? Që kishë dashtë me shiju atë kafe dhe me thonë, okej, që kjo kafe, Andi, mendoj edhe ti. Me kanëm ka marrë malli. Po du mi veçu dy njerëz që s'jetojnë ma, edhe është gjyshi edhe gjyshja ime, është gjyshi Isa edhe gjyshja Hamide, do me thonë kanë qenë babi edhe mami babës tem. Kemi qenë shumë të lidhur në bashkë, fatkeqësisht mujtën me shiju suksesin tim edhe tondit. Ama sidomos janë të lidhur me nipat e me mbesat, kështu që... Ashtu e vërtet është, po Zoti ka dashur të marrë një pas afër vetit. Me ta kisha pi një kafe kështu me shumë qef dhe me dëshirë më të madhe veç më ju tregu që ja arritëm ku dashtu me ardhë. Ata dy njerëz më mi veçu. Ande? Normalisht, edhe une për gjyshrit, po mu i me veçu pak edhe familjar që i kem largë, nuk na vinë Zvicër, Gjermani, Amerikë. Edhe me tam ka marrë gogja shumë malli, po mas shumë t'i kështu me veçu bashk, është qysh tha Taulanti gjyshrit, me na i po sukseset që i kena arrit. Fatkeqësisht që nuk kanë mujt, se Zoti ashtu ka dashur, normal, po prap me ta e kisha dhonë gjithçka me i pallën e. Andi zakonisht domethënë të veç let janë të përgdhelurit e shtëpisë. Kështu që jekun i përgdhelun gjatë gjithë kohës dhe vazhdon domethënë ti je edhe i përgdhelun. Po nëse i kishe taku, cila pyetje kishte qenë që i kishe pyet domethënë edhe gjyshin e gjyshën?
Po nëse i kisha taku, gjyshja em, gjyshin mu nuk më ka ra shumë. Jo. Shumë, po mu i të thëmë heq, nuk më ka ra. Me gjyshën po, më ka ra me najtë gëgja shumë. Si vogël gjithë ka pas qef më më po këngëtar. Si vogël, talanti normal, po thëke ky thëke ka mu ba jamël diçka. Kisha pas qef me pyet veç ata kam plotsu ëndrrën. Bravo. Që e ke Bravo. pas. Keni flajt me ta? Se unë kom flajt me gjyshën e me gjyshën, në dhomë tënë me kom flajt. E thëmë me shumë buke. Edhe unë me shumë knatësi. Me gjyshin jo, gjyshi ka qenë pak ma rigoroz. Me gjyshën po, kom flajt me vite tona. Edhe nuk i bi kur njët pishman që me mujt me këthy dhe njerë atë ku me flajt bashkë me të. Edhe unë i kisha darë. Ku me di që ka kësha dhonë, po i sholla i kemi bo krenar. Po, ajo është mbi gjitha, dhe më tonë që luftojmë, që edhe sot e kësaj dite, mësë mi marrë ftyrën e familjes mbi gjitha. Kopja ma e cila ka qenë për ty? E edh? Po, shto që e edh të me thonë, avdje të me thonë. Edh, po shumë. Në Kosovë sa dush. Lab, kërkush nuk e din sakrificën edhe mundin që ka bën një këngëtar për me mri deri tek ku ka qef me mri, nëse ju ka shkru me mri aty. Kafe tillë ta kum pas shumë gjatë jetës, që më kanë premtu shumë sene. Keme shku këtu e keme arë këtu e, keme ardhë atje, keme ta bo këto e ato këto. Kemi pi shumë kafe, që ka mendu që ka me qenë shumë tam la për mu. Po, të kanë dalë tjeta. Po më kanë dalë këtë gjatë tillë ta. Dhe me thonë asë një pikë që qenë të osonë. Emra zëme, e? Ja, emna jo, se E dina. zban, nuk bërë. E dina ata krejt kush janë, po unë edhe vetë erdha, edhe patajsh. Edhe pse është shumë herët ndërsa, se je ma i rinë. Normal, po... është naj kafe, e thë. Ja, tëne nuk ka. Tëne nuk ka se... Kuj ka kejtë mirë. Unë e kom pas shtyllën shumë të fort. Unë do me thonë, unë pej fillimin e kom pas kafe në amëll, do me thonë familjen. Vllaznit, unë nuk kom pas nevoj, këto e pranoj edhe publikisht, nuk kom pas fort nevojën e me punu për me hinë skenë. Pa. Unë se i kom pas dur të hapna për vllaznive, babës, kom pas për krajet madhe. Edhe nuk kom pasu në kafe tillë, se nuk ma lejojnë këta me kërkuat kafe heq, më të kallëzu kështu drejt. Kafe me cilën kolegë ki qefë, dhe më tonë, kur të takon edhe me pi? Me kolegë, kam shumë kolegë, që kësha pi kafe me ta dhe knaqëm sa herë të pim kafe bashkë. Po, tash më kujtu... është e vërtet knaqëm, a? Ha? është e vërtet që knaqëm? Për bes, po, ka kolegë që për i me knaqëmi. Po. Nuk jam krejt njësoj shqyqyr për i zotit. Po. Po që po mbjen men një njeri, moj me vequ, kom pi kafe para 2-3 dite me to, po na bjen kogja shpesh që të 2-3 javorin e fundit me pi kafe, se kemi edhe një bashkëpunim bashkë, dojna me bo një parodi me zotrin Adnan Blaku. Ajo është një njeri që s'më jas me përshkru, dhe me thonë, gjithat energji që e ka lab. Full energji është. Kryo dasma në 2-3 takumi ma saj njëjtë. Si me konë ora 8, me fillu dasma. Ta mi lëmi ti për veti. Me mujtë pak me jamar që atë energji, i shkon mirë. I shkon mirë. Që e përshëndes shumë edhe Adanin, është super artist. Ande? Me kolegë ketë. Ma shumë, pak ma shumë e tri, kolegë të ri, adim folëm, qka po mësojmë, apo morëm pak mësim pej këtënve që janë tash. Mos të thëmë, mos. Jo, nuk dërzohem, nuk vim të pleshnija. Jo, ja, gati 30 Jo. Soj kite? Për i me, ja. Që pramë do nga plesht, pramë do 25 nga plesht. Me oqër. Gjaxhi. Kush më është ta më puna. Kush këma i rrisë nga vëdogët. Të këshune, që kjo lapë që sa vjetë. Pe manë mirë dikush, pos. Jëm hy në atë shishën që nuk shkrina, jetë këtu të më të nuk ndrona. Inshallah, dhe në fund qëtë. Inshallah, sa e ka shkruaj i madhi zët. Aj me dashtë. Po. Qka dojmë? E vërtet është. A jeni gati për më shku Muratu?
kur dushti. Po, në Shkojmë. Po shkojmë në atë pjesën atona. Pa tjetër, a mi marrë kofët ajo? Se do me marrë Po, pa tjetër, ja kofëja ka shumë e mirë. Ande, a bëtet janë njëna, veç vazhdo të të. Jemi ratu tash këtë pjesë këtu. Unë kisha dasht mja fillu, dhe me thonë, bisedës për juve dëve. Ta ulan, sa ka e vështirë, dhe me thonë, fillimet e para, dhe me thonë, tina, me marrë në dasmen e parë, edhe qëfar përgjësi jesh, edhe a kishe trema, a kishe emocione, dhe me thonë, që është prezentimi i ti i parë edhe hera e parë, që është për presin edhe dasma, dasmort, kështu, api a del dhe në fund, vokalisht. Lab, në jo që është vlo jam, nuk e livdoj diçka kur është keq. Po. Po, talentin që e ka Andi në moshën e tina, unë nuk e kom pas. Unë e kom punu shumë, ekstremisht shumë për me më rrideri këtu. Këngëtarët e din, muzikantat e din, që ka do të për i me punu shumë për me më rridikon. Po, këtia ka vonë zoti. Po. Edhe, kur e filloj, do me thonë para 3 viteve me ardhë në dasma me mu, do me thonë kështu intenzivisht, se kënën edhe ma herët, po intenzivisht jemi që 3 vite bashk, nuk kom pas të rem për të, se di qëfar kapaciteti ka, ndoshta edhe matë se une. Kështu që kam u bo shumë i rrezikshëm. Okej. Ande, kur shkove në darsmen e parë, tash po e marrë bukfalisht darsmen e parë. Jo, po heken prej klubave atëve që ke këndu, para prakisht, po tash po shkojmë të darsmen e parë. Edhe në fakt, a i the vetit që unë duna mja kalu edhe ta ulantit që tatë. Unë jo në darsmen e parë, po bash nejen, për thëmë kështu abin, mas që bash nejen e parë, kërja kom njësë s'kom pas të rem heq. Se e desha që edhe me gabu diçka, e kam dikam për mas gogjat fort, a vedin që së m'len fort me... Se s'len me lëshit. Sa e kam talentin nga jo, s'kam të rem. Gjatë kësaj periullë, dhe me tonë, sa jeni bashkë edhe vlazen me qenë, dhe me tonë, a keni mos marrëveshje ndo një herë njëri me tjetër? Po, më në Jo kjo, jo nuk po ban kjo, jo pse e vesh që shtu, pse po del me... Jo, përveshje jo, se përveshje jem të shpia, që aty muj adin para se mu Po njës. dhe që ato po dune. No, bari të më këtheo. Ej, që ato po e du, dhe me tonë, përgjithsi se, jo veç... Nuk kem, shqyqër zotit i kem një harmoni ko gjatë mirë familjare komplet, na njojnë edhe kështu rrethi shoqënia familjarë që jemi ko gjatë lidhën me zveti. Po, kem në herë për muzikë diçka, mu pëlqen i kongë, ti si pëlqen, unë i thëmë kënosa është e mirë, kjo jo mu nuk kom pëlqen, që se loj probleme. Se po këna nalë. Se po këna për shamu... Këto pyetje e shpesh të të Kjo ndo, se i thëmë ruje vetën se i ri. Po. E për të vynë vokali edhe ma gjatë. Po, kur të plakër që atër për i me, si lobi. I vynë, do me thonë, vokalin do të me ditë me rujtë shumë, se vokali është shumë i ndishëm. Pikat e zanit janë shumë ndishëm, unë e kom kry 4 vjetë e kam shkollën e mesme, do me thonë komplet me tolten, me keti kom dikun 12 vjetë, besëm që tjeli zanit është shumë i trash, kondër fjes të lukut. Deri sa, po e flasim këta, dhe me thonë, ndështë edhe shpesher është edhe pyetja edhe e shikuesve. Për shkak që po e vrenë, dhe me thonë që mu që një kohë gjatë, dhe me thonë po kam probleme, dhe me thonë, me zanin. Sa mik, sa më kthejet, sa mik, sa më kthejet, dhe me thonë. Edhe kështu që për e të regoj që kjo është telat e zanit, mos kujdesin dështë jo i mirë, po edhe... Shumë të madhë nuk bën me përë. Edhe po. Se bo është tani është pak edhe fix adin, fiksohesh dhe me thonë masaj, po problemi që ka është, po e marrë shambull që ti dush me ditë dhe vetë, ti e dirën, po e marrë shambull që a duhet më rujtë për ftoftë të apis në zeti, tash një në arshë këto. Tash ngëm, tash dallën edhe organizmi njeri. Po, shumë. Dallën organizmi njeri, dikur se ka problem. Unë e pi edhe ftoftë në zetës, nuk e kam gajle. Unë nuk po muj më dëru burë, o pesha kullorën, s'po muj me du më dëru edhe si. Unë të verën ha kullora, së është problem. Po dikush e ka problem që për i me njëherë, kem rast këngëtarëve të kolegëve që shumë kanë qenë emnat majnë s'kene dhe sot që nuk po mundën mo. Të me thonë është në pyetje këtë organizmi njeri, jo të edhe do të me ditë me rujtë vetën, do të me ditë kapacitetin të nëseki.
Tauland, gjatë 3 viteve ki publiku shumë këngë. Edhe shumë bashkëpunime, shumë potpuri. A i kira pishmonit për diçka? Pishmon që kum bo pak shumë potpuria. Moj me thonë që ta kum bo këgja shumë. E që një 2 vjetë pak i kum... I kum radhu. Po, një, do me thonë 50% ma pak. Edhe moj me thonë që pishmon jënë 2-3 kolegë dhe kolege që i kum ra pishmon që i kum bo me ta. Po? Po. Se nuk jon kanë kërkushi kur non-stop më kanë telefonu pe bojmë. E unë jam njeri që munona për i me minimu gjithë kujna. Nuk jam njeri që jam në hava, heci për tokë, se të ke funi njerëz jem, edhe na dikur shkujmë për anena. Edhe? Edhe do me thonë që i kum ra pishmon këgja shumë që i kum bo me ta, se funin e kam post keq. Mirë, ki kuptu ma herët. Se po thua? Unë e kum kuptu. Jo, do në e kum kuptu. Jo, në e kum kuptu, shqyqyr zotit. Fatkeqësisht, në stradën tonë, këgja shumë dallavere, këgja shumë zdi pse e kanë këtë faru rejtje mes njoni tjetrit, jo pse une, jo pse ti, jo pse kë, tjetër kush i cakton ato punë. Po këthena edhe për thëmë edhe shikuesve, që mi ju të regu që në fakt rëskën tëndë, që ta ka jabë zoti, nuk mundet kurse si me ta marrë robi. Kështë që nuk ka shansë teorike, dhe me thonë, me hy dikush edhe me marrë ata të cilën fakt është e jotja. Kjo është shumë e vërtet, edhe ata e din këtë punë, po tentojnë, por tentimi është i kotë. Nuk e di pse ndodhë kjo, dhe me thonë, pse me pas gjelozin njën ndaj tjetrit, kur në faktikisht unë gjithmonë thëmë se nuk ka gjë më të mirë se mi jep dorën njëri tjetrit, mi ashtri dorën njëri tjetrit, e mi thonë halal për burë për punën e për gjithë shkafin. Ashtu kur është i mirë, është i mirë. Po. Po kur është edhe keq, do të mi thonë keq. Unë kom thonë, kur ta jep ai nalt, këta veç mundin me qelë qadrat edhe më rëzit burë. Për trokitje me ta por. Okej, për me... Nuk kena nevoj live, apo pëlqojmë playback, apo këta e nisim playback edhe s'kena nevoj, e të kuptu se ju nuk në një live, e të kuptu, playback 90% rastëve dhe edhe në për dasma, pëlqën një së din, që atë edhe hajde. Qka po shkojmë? Qa po ki qef? Qka dush? Qka ta mërmendje? Po filloj me një balat, pra. Balat? Pivujnë pak. Hashve boj, ma? Mirë se erdhen zemrën te, kjo fjallat kujtohet, nuk po muj me marrë me mend, që ka të shpejt harrohet, o sa m'ka marrë mali, veç zonin me tani, me lën sy po du me t'than, jam mërzit për ty. Për ty m'ka marrë mali, edhe pse m'ke ba me vujt, dikon tjetër unë me dasht, kur nuk isha mu. Hasëm ty t'kisha pas, pak zemra m'kisht ther, njëher dirën ty me ta qenë. Hasëm nuk tu kam ba, qo edhe njëher, pat pas shpirti nuk po Bravo, Faleminderit. bravo. Një darë trokitje edhe matë madhe për Lum Hala Baku nëse ka mundësi, se është një pianist e shkëllqyër. Bravo, Lum. Ej, që shtë të këni me që me Lumin se me egzonin në mësu ju të në kohën. Kur je muzikant, nuk është problem. Okej. Kur s'je, Kur si e... vjen keq. Okej. Ondje, qka? Hajde. Spendroj balat tani. Okej, me balade. Po. Okej, hajde dhe me balade. Lam tu mirë moj dritë e syve, fjallam betin fyr. Ka me mungu ftyra jote, edhe zonit. Nëse na jel ka me thire, zoni me tani. Falem zemër ti e din që mërzitem për ty.
Falem zemër, ti e din që mërzitem për ty. Për dashni po vuj, fjallët me lot po I shkruj, pa ty nuk po muj më zemër, jo nuk po muj. Për dashni po vdes, ditë ma të mire nuk pres, ditë ma të mirë nuk pres noj zemër, kur pa ty po mbes. Faleminderit, Andi, faleminderit. Do më thonë playback, që shkovi. Po playback. Playback, anali. Zë bëllë shkota për. Anali, mos më nalë shohet, prapa, më kutan. O shumë interesant që kjo. O shumë interesant, dhe më thonë se shumica, abdin dhe më thonë, nuk e di pse prej ka, dhe më thonë, se shumica në emisioneve këndohet live, na e dim, dhe më thonë, shumica në emisioneve, dhe më thonë, cilat realizohen kështu, bëhen live, dhe më thonë, me televizionin, se ndërshta ndryshë jonë ato që realizohen me produksione, që realizohen, po e marrë shembull, potporit me kolegë ndryshëm, se ti e ki pasë dhe me labje në kibilem, sidomos live në vitit 3, gjithmonë ajo është aty për aty, nuk është e realizume, dhe më thonë, asaj playback në studio. Po e bukra e muzikës bela për shlojve. Po. Gjithë stand live, edhe nëse bon gabime, ajo është e bukra. Me të rshit zoni që e përmende pak marrë, se njerës gjallë jem, njerës... Jo, fakt. Adin, nuk shkon gjithë klot, apo këpëtan. Ajo është knatësia e muzikës, her mon, her smon, her... Që ajo është e bukra të shkove. Sfidat. Sfidat, po. Sfidat, pas sfidat, dhe më tonë, pas sfidat. Se që mi pas gjithmonë vitë sfidat tona, po I kena me të sfidat tjerëve që për që për da vitë. Do të me tjerë. Po du më ndalë pak tek familja. Dhe më tonë, sa është e letë për juve, dhe më tonë, edhe për ty edhe për Andin, ku në fakt e keni egzonin për mbrapa, po edhe babin, dhe më tonë, gjatë tërkohës, dhe më tonë, jeni bashkë, dhe më tonë, edhe ekipi tjetër, dhe më tonë, I muzikantave, në fakt që janë pjesë e grupit juj, bonë si me qenë pjesë e familjes juj, dhe më tonë, familiarizohen komplet bashkë me juve, edhe endani, unë më thonë gjerisht se më kara, kafshatën e gojës njëri me tjetërin më bastasnë. Pa tjetër është. Labon jam I bekum në këtë jetë, që krejt, dhe më thonë, qka I vy një artisti, një këngëtari, unë I kam shpe. Pa. Që bëj me thonë, shumë përqindje e vogël është e punë. Pa. Që e kanë ato. Unë menaxherin kryesor të dasmav, është baba jam. Do më thonë muzicientin me sint mbrapa, që është kryesori në orkestër, edhe edhe vetë orkestra, nëse së është bumjari aty, është aj me sint. Nëse aj nuk është nivel, do më thonë edhe ti del, keq. Po shqyqysh Zotit, jemi në rregull në atë aspekt se e gëzoni njët për atë punë. Tjetëri ndim këngëtarin, që e kam ofër meje, është pra vllajem, që është Andi. Dy muzicientët që I kam tjerë me klarinet, saksofon dhe violin, ata dy mes vete janë djemë të migjës, që I përshëndet shumë me Kremin edhe Muratin, bojë një gati se po na vjen një sezon e mirë. Djali me zërim, që na do me thonë, krejt ato që I krynë, ajo është djali, ajo është djali tezës tem. Do me thonë, vjen me babën e vetë. Kështu që jemi të familiarizuar si grup. Edhe e dim për njëri tjetrin gjithë shka. Edhe do me thonë, shkon gjithë shka në rregull tek ne. Nuk mundet me konë diçka keq. Apo kupton? E kur jemi tash mrenda për mrenda shtëpisë, mrenda për mrenda familjes, a ndonë në njëherë për e marrë shembull që edhe bashkëshortja, po edhe këtë rast dhe me tonë edhe nana, edhe krejt komplet me tonë e ndalë. Për punë më bëllni, më s'falni mo. Po ndalim po I diskutojmë diçka tjetër, sepse bëllë dhe me tonë dasma, muzika, konga, a ka diçka tjetër? Gjatë verës nuk është e pamundun, mos mund diskutua, bëdhen gjatë sezonës, se është ashtu puna që edhe t'imponuat non-stop me full për muzikë. Po jashta sezonës, do me thonë, jemi njerës që mujna me bisedojmë gjithë shka në familje. Jemi shumë të hapën me njëni tjetrin, nuk jemi asë njerë që jo që erdhë mos fol, ose që erdhë kjo tjetri mos fol, ose erdhë kjo mos fol. Jemi të lidhën me zveti shumë, edhe fullëm gjithë shka belab, si çdo familje. Jo, në I vishe kisha halin dhe me do që a diskutohet diçka tjetër për pos muzikës? Mas muzikës, mas shumë të diskutohet edhe për sport.
fena për shembull. Dhe më thënë Po, sport e jashtë. kem futbollin, e kem gjak. Tjetër sen që s'ma kallon zoti me lujt futboll, po e du shumë. Edhe Ka në ki konkurencë tash në familje? jo kërkon hiç. Që zoti jemi krejt. Po, atë. Krejt jena me Real Madridin. Inshallah të mërkurën për na i zbardhin fytyrën, pe kthejna pece. Na keni myt Taulan. Se jeri po. Ama Taulan të dhe vjom tash, a di qëfar knatësia është, se unë për herën e parë kom fillu me atë dhenë, vlavën, dhe me tonë me këqyr loj. Të shimas në dhe pa ta infektu edhe me blerën edhe me krejt këta qësha lojën komplet. Veç mos më thuj që je me Barcelonën. Se atë dheja është Real i plak, dhe me tonë, edhe tash më loja më interesant, unë më bësha me Barcelonën, edhe tash te qatë në, dhe me tonë pita me Barcelona, edhe ma bërë, korë më sajtë me këqyr lojën. Se pjo jep zorti. Korë. Labi kujna të familja edhe të sporti, bashkë i ki dy persona fix për këtë punë. Se Andi është aktualisht kampion në fuqi në Kosovë për lojën FIFA. Në më thonë është me medalje, me kupë, ta shësa vjetë, po për foli për 2025 aktual është kampion në Kosovë. Bashkë me ekipin e vetë, Andi... Me shokin e vetë të ngushtë. Kështu që është e bukur kjo, dhe me thonë. Që tash e keni finalin e madhe, po më do këtë, ha? Puna e se kom bo kur të madhe shumë, po e adhuroj. Dhe me thonë, fjallin gamer, dhe me mas muzikës e kam që tha. Jena në Macedoni edhe në Kosovë, si dyshja ma e mirë aktuale e Macedonisë edhe dyshja ma e mirë aktuale e Kosovës. Unë edhe shokë jem Ideal Gashi, e përshëndes shumë. Këta gash që ka janë. Edhe po, është ndjenje mirë, normal. Ma e fështirë se muzika. Ma e fështirë se muzika. Ma e fështirë shumë. Që edhe Taulan të e lumë pak, e din që kë... Jo, unë s'kom lidhje. Në ka qekt vetë. Në ka qekt vetë. Këta është finalja, po? Po presim, unë edhe shok jemi Ideali, me që Kosovën nga gara ndërkombëtare. Normalisht, nëse na përkrajnë edhe organizatat e e-sportsit. Ma të mirën të mundohemi me bo. A ka përkraje, a s'ka përkraje? Ka përkraje. Valla po. Ka përkraje. Është organizata X-Portali, që i ndihmon lojtarëve mi qu nalt me pa Kosovën në për lojra olimpike, në për lojra gamer, apëdin, gaming, jo veç FIFA, unë jam për FIFA, futbol, po edhe loja tjera, po që i ndihmon shumë. Çfarë ndjenje kur e morët medaljen? Ndjenja konë e pa përshkrueshme se unë me Idealin jena që 14 vjetë shok. Tash të naja kena fillu bashkë me lua, po këpëtën për i fëminis. Që 14 vjetë e lujmë, edhe kena pos ondër mu konë kampion shtetit tonë, lemo që jena bo dhe në Macedoni. Ndjenja konë e pa përshkrueshme, valla, strej, s'ka pos ndjenjë ma të mirë, nuk ka pos. Se që ato e kom pos ondër për i fëminis, me të, thëshën, si fëmija, pra mëllon nëse i shumë kona, bëtën dyshja ma e mirë në Kosovë. Përkraja për këtën ve? Tash po mendoj jo veç për këti, po komplet familjes. Ku jam konë i ri, leber, bëtën, si ketë, si qdo familje, se s'ja ka po e rikush, bëtën. Edhe dhonja kësha bo në ashta, po s'na ka marrë menja që mujna me shkua që naltë. Nuk na ka marrë menja, e tash për gara ndërkombëtare presëm, me bo një lojt mirë edhe atje. Ja, në fitov shaton ndërkombëtarën. Po dalim për i krize. Berit e 2 milion euro në Kosovë në regull je. Në regull, bashkë në regull. Inshallah keni sukses edhe me një pjesë, edhe në gara, po edhe pëse jo që më të Taulanti me 2 milion euro me më këthy në Kosovë me fitore atërë nuk ka. Ma kejti ka 2-3 milion. Nuk ka, po dhe. Taulant, po du me të pytë se e di që diçka po vjen, dhe më tonë, këto ditë, dhe më tonë, vjen pifurës që del, që tonë pifurës tonde, për shkak e ki punu, dhe më tonë, je të japë forcë dhe dashni, dhe më tonë, dhe një pikën e fundit, për shkak që është një kongë e cila vjen, edhe cilën e ki punu, inkas për ata 2 dritat e syve tu që ta ka ndryshu kejt komplet gjithçka konceptin e jetës, që e di dhe më tonë që prej ditës parë
Më mdoket e pas ka rru që kam edhe njone. Pas ka rru që kam edhe një. Jo. 3. 3 po ama 2 partë. 2 partë. Dhe me thonë 2 partë, se 3 po ama 2 partë, dhe me thonë 2 partë janë ajo ndjenja dhe me thonë për herën e parë dhe pak të asëne, po kë vjen mas andej, dhe me thonë. Po, ajo vjen mas andej. Ajo vjen mas andej. Se kam një qikë, dhe me thonë para 7 muje. Shqyqysh zotit, elhamdulillah pitina, janë shëndash, janë mirë. Qa ku me të folën e ty për fëmi, vetë një prendë. Po, e di dhe më thonë, Vesh më është me shmu me bonjer, edhe e kryet. Po du mundal të kanga, po ma jep ekskluzivitetin. Me të shtirën më të modhe. Ko me ta këndu refrenin, edhe besoj që do jetë një hit i ri. Unë e kam kongën për qika e babës. Qika e babës, po. Po tash, ja kom kushtu edhe qikës edhe djallit. Se atë kongën e qika e babës e pa ta bo për altën, kon alta në të ku. Tash, më vike, thësha pse kongë për djallë s'kam. E tash e zotim këzë edhe me një vojës tjetër, edhe bona edhe për djallin edhe për këtë qikën e vogël që kam. Bravo. Okej, kështu që Lumi? Pjadoj me kështu një Lumi. Qika jem, djali jem, o e velat e shpirtitem, me ju zoti mu m'ka kësu, jetën ma ka zbukuru. Djali jem, qika jem, prej gzimi me kajt po m'vjen, gzimi ma zemra mu shkri, ju ka babi drit në sy. Ej, Falinderit. Bravo, edhe adi sa dhe me thonë prind ju bojt qefi, edhe mu më vjen mirë se ka me qenë njëna prej kongve, tash sidomos dhe me thonë që është sezona e verës, edhe synitit që cilat i kanë, edhe zakonisht dhe me thonë kanë edhe vajza. Pa tjetër, po. Edhe kështu që 90% rastëve kanë edhe vajza. Kështu që e bukur dhe me thonë që kur hynë dhe me thonë edhe vlau me motrën, po e marrë shamë brenda për brenda, edhe e bukur. Ki përjetu dhe me thonë, ki përjetu shumë gjarje, dhe me thonë, edhe ki përjetu dhe me thonë edhe shumë raste, sidomos me qika jam. Dhe me thonë, ki ke shku në për mbramje, ki ke qenë dhe me thonë për kanal gjegje, ku në fakt i kesh nanat kanë kajt me kongën të dhe me thonë kërë ke këndu kongën e qikës. Ashtë kongë prekse, unë e vetë i kam 2 qika, edhe seher dalin në TikTok të ashti, por rrinë për TikTok, e shë për shamëll i jashtë diko nëse këtu në Kosovë, kur baba pe përcjell qikën, të mijat janë shumë të vogla. Shumë të vogla, po. Po, kur pe ditë që vjen dita, mërzit nga prej toshi. Edhe se vjetë po shkojnë shpejt, po, inshallah, dënë zote kanë afokën e hajrit, e kanë shëndetin e të natë mirat, është edhe na ja kena morë dikuj qikat. Po, faktër. Kështu që edhe dikuj na motrën, veç net janë rahat. Andi e di që edhe ti nuk ndalësh, e di që është mundësia dhe gjithë shkafi kapacitetin e ki, edhe ti hulumton në zhandre, hulumton dhe me thonë të kja. Qa ka të re? Ka shumë. E kam një kong tash, e kam një kong ritmike për verë. Nuk është as demo, veç është kështu në hava që thujnë na. Në hava është. Po, e kem një duet, me kanë s'pe për meni. Me kanë, dhe me thonë, nuk ka me tavlantin. Ja, me tavlantin së. Ja, me Okej. tavlantin së. E kam një duet, e kam pelo surpriz. Pastaj, mo vetë sezona. A vë shkronën e parë, bre? Muni me ditë, so shkru një rallë. Muni me ditë, beso. Okej. Mo, tani veç... Shkru një rallë. Po, shkru një rallë. Mo, tani veç edhe sezona e darsmave. Normale, tani prap me projekte, me udhtime në Europë. A ka ndo një kongë, ku në fakt tavlanti ka këndu, edhe ti tush, o zët, ta kësha pas unë që tash me këndu. Po, vëlloj as një ovë. A vëdëm të kallë Po, drejt. hajde. Po, vëlloj, e ka një balot shumë të mirë. Cilen? E ka një ovë. Edhe tash te... Ato ka me qitë, nuk e ka qitë Ja, hallo. nuk është treg ajo. Po do me nuk është tek që treg. para një ove ka ndodhë që kjo fjallë që e the ti, Okej. Që që shaku se po të unë që të balot. Qenë fakt- kaqë shumë. në fakt kjo po bëhet pak modest, se s'po dën kongë e ondit.
Okej. Konga kone ondit. Po, e mora one. Kongën, qa me bo. Edhe, i erë pak mërzije dhe ne kështu, po... Jo që këti si flejke, po ke ka pak një stil pak ma të randë balada. Apo kuptan, me të regu ma shumë artistlak. Pa. Apo më kuptan. Edhe, para një ove nga ka ndodhë kjo punë. Po ata është, ma vija dhe kjo muna e një kur të më pëlqenë shumë, këto pe marrë thë tëne, thëmë, hajtë mere, bomi një. Po, ndonjë të aulant kolegëve, që stu shti, unë e kisha kënu ma mirë shumë. E kësha kënu ma mirë shumë jo, s'mon është me thonë se original jetë original, kur dhe qeknën. Apo kuptan, shamë kongën dërë zemër, ja kanë kënu atë kongë, i madhe i vogël. Po, interesant është e punë, kur të ngohet prej meje, është prej me konga. Hajde, se s'moj, jo, s'badjova, tash ko e përmene tash s'kena qare. E kuptova të vërtetën, nuk e dua ma këtë jetë, dikuj që ja fala jetën, më kalan mua të shkret. Duro zemër ti duro, krejt halalja kisha ba, krejt halalja kisha ba, me u këthy qysh po vuj me në pa. Kisha vdek, o kisha vdek, sot kur banju kisha ba, le të kthet ajo vet, dore sa i lap mu me mvra. Pi përshëndes këtë dashërum, sidomos ekipin. Sidomos ekipin cilë t'janë dashërum. Ej, mbetet. Unë bëta mbetet badjava, është mbetet njëra prej kongve tuja që në fakt më me thonë edhe sot e kësaj dite, prap, këndohet edhe të këthen emocionet njëjt që shka qenë fillim. Taulant, unë e di që njerin gjatë kësaj jete edhe gjatë këtyre viteve i bën diqka, ndaljet e mendën, a e bona mirë, a se bona mirë, a kom lëndu dikën, a se kom lëndu dikën, apo ja kom bo dikuj jo drejten, a ma boni dikush jo drejten, pa a din me falë. Po, dhala. Fali, edhe mburna me atë sen që durej këgja shumë, se kështu, mëj me thonë që kjo dërimin ka ardhë prej që më bo prind. Pa. Se këgja jem temperament kështu njetë, këta që më njohin pak ma gjatë, po prej që më kanë ardhë njetë fëmija jem bo pak ma i butë. Nuk për marë senet fort ofër zemre, ti je vetë në këto ujra që sa vjetë me njës mujmë, nështë ta une ofër vjetëve të mija ti ki qaq karjerë. E ty s'kom qka ta spjegoj atë punë, se ke qenë edhe ke me metë idhull i shqiptarëve. Po ta thëmë kështu, sinqerisht, Faleminderit. kur njetë mos me nda ma për ato punë që ke bo. Ti ke bo shumë. Unë e mëj me thonë, dhe thëmë krejtve, artistat, pidurve tuaj o ndalë. Shumë e shumë. Talë me bo me janis me përmenë të njësë, du të benaj. Qatë shumë që ka posë. Kanë posë andër me artë e një kafe me labi. Andër. Kanë flej, kanë thonë, e mërë zëtë, a më jone me kone herë aty. Apo kuptën, një anin darë ta kom qenë dhonë. E thëmë, bu kështu, me plët bindje. E sot vesh që po bash pak dikush e mja këtu shpinën dikujna. Valloj nuk është mirë. Nuk është mirë se zoti she. Tomës, këto e ki garantu me që besëm që shumë shpejt kimi po në humnerë. E tham edhe pakës ma herë, dhe më thonë e përmenem. Faleminderit për se cilat fjallë. I meritën, bilektojnë shumë pak që athash. Faleminderit, po unë thëmë që në këtë rukëtimi mi rritë bashkë. Gjithmonë, dhe më thonë, ka qenë fjallë e imja, dhe më thonë, sare që kom fillu dhe sare që e kom hapë emisionin, e kom hapë, dhe më thonë, që jemi rritë bashkë.
për shkak se kanë qenë edhe sot e kësaj dite jonë edhe ty edhe mu sot që mbajnë dhe me të gjatë këtyre viteve jonë publiku. Po lapë shqiptarë kënë që dilëve në mëngjes. Po ke i sinqert me ta, po i ke di drejt për drejt me ta. Kanë po me flajt pak ma shumë dilëve. Po ti e konë aj njeri që i ke qukretat. Apo kuptën? Me ndjes televizionin edhe me këshu labi. Unë jam shumë i lumtur, dhe me thonë që në fakt jo mundu një farë mënyre mi afru njërin me tjetërin, jo mundu dhe me thonë që sidomos gjeneratave të reja, sidomos atënve që janë për diaspor, mi ju sjell katundin, traditat edhe kulturën, cilën fakt e kemi pas për para. Burrë veç me një sen, ti e originali. Kush dënë të vjen, pisho do emisione, tu mundu mi bo do stila që i ke boti para 20 vjetë, po ato janë të kota. Apo kupte, e që e përmenëm kongën Dorozem herët. Badjava, këtër. Njoni del, një është. Pa. Taulant, nëse ishtë dasht mi thonë dikujna në falë, kuna kështë dasht mi thonë? Live në përmjetë në thonë. Valloj. Kesë që ku mbo kur për dhe. Me vedije kështu, jo munu me meshe me shpirit mi dhonë krejt për ta. Dej në atomin e fundit, ma që mi pa ata të lunë të njetë, që ata punoj shumë njetë. Se di ku jem konë, edhe në i kom pas krizat e mija. Kom pas krizat e mija që pasha zotin, me centa e kom këshyrë. Apo kuptën? Ta. Se krejt menojnë që e letë. A pas se të volanti tash. Që e kërë që avozit, ose që ku jeton që është. More po që tash po në regull jem. Pa po në veç që i kum bo. Sa kum hekone, sa er kum kajt, sa er kum kesh. Sa er pa gjëm. Apo kuptën? Se edhe familja, edhe nona. Sa shpeshe përmendi Taulant qëta dhe me të në, sidomos me generatat e reja, se si dalë para banetës ma bojnë, wow, qëfar kelli, gjumit ti. 2 dekada më këmë është dasht, 20 vjetë me punu, ndërshta 24 për 25. Qërë në këtë pjesë, nona edhe gruja po përmendën pak, për shemë. Po edhe nona dhe gruja në karierën tonë kanë bo sakrificë. Po. Apo kuptën? Po, fakt është. Se ty t'i ka lo dikush ato tesha. Po. Të ka qitë e kërës për atyjit. Unë e lidhe s'ko ma atë punë, unë isha dollë të merdë. Apo kuptën? Po. Po, dikush i ka krya ato punë, kur je shku në shpjo konë ushqimi gati. Të ka thirë ore qas telefon. A je mirë. Apo ndi e shmirë. Kush e bësët? Jo. E që saj ku e pitut në lapë që valoj bre lapë. Unë e vetë jem prind në dy veç. I shalla më rëzët lutë në shpesh tëmë bojnë veç një 30% që ako mbo për prindmi. Fëmi jemi. I shalla. Me zbut pak ta, për vazhdoj me një kongë. Qysh du shti? A vjen me zbut, do me thonë, jo prit, po du me mjaknu une. Une po du me mjaknu ondit. O, beqara jeni gjalla, keni marru. Beqar. Jo beqar nuk është dhula. Onde? Jo, valla. Te e tha dhe kërë, para me, Beqar nuk është. Jo, dhe me thonë, edhe te, dhe me thonë... Edhe une, që ashtu që po me në? Gushli me burë, që me thonë. Jo, më zvim dhe i ta, jo. Ja, pengu të bak. Bi gjitha dhe me thonë, është mirë. E ki gjithë njëri në jetës? Po, ka tashe 3 vite. Gjua për bashkët... Po, shpejt? Shpejt, shumë shpejt. Hajde për hajde, me thonë si vjetë. Te dhe aty e si moderator. Si vjetë? Adin mos më tezë me akalzu surprizën e parë. Ndëgjëm, unë adi qka, ndëgjëm, unë nuk dashta më qelë dhe nuk dashta, edhe me të regu, edhe për shikuesi për të regoj, në hip vitit kalu më vendos data. Bravo, edhe ato, në magistralen, Komaran, hip Komaran. Bravo, kry. Kismet për i zotë edhe këta e Shumë martojnë. shpejt kismet. 2027-ën, inshallah që kemë shëndetit, edhe kanë jetë të lumë tër bashkë. Inshallah, qka po kënojmë tash? Masi kem të martesa, diçka na i sen ma happy, ondi? Qka po dënë? Qka po ki që me kënu? I kena arru sot grupe qartë, për ju kënojmë pa ka...
Gurbeqart? Po, sot i kena arru. Po. I kena arru sot. Ajo, që të që nuk i harrojnë. Ata nuk në harrojnë. Ata nuk në harrojnë, nëse po thamë, gjithmonë edhe vazhdoj edhe potencoj edhe jam falenderus, edhe jam me fat, edhe jam mirë njës deri pikën e fundit. Sot televizionin në Kosovë ka humb, nuk është që shka qenë për para, falë diasporës që në mbojnë hala, se ata janë të lidhën me neve, janë të lidhën me Kosovën, janë të lidhën me emisione. Kështu që faleminderit, pa fund për shkak se shkushmërinë më të madhe e kemi me ta. Zotit që i kemi. E kështu që nuk i harrojmë kur. Do me thonë, ja krisu një për Gurbeqara. Jom, Sa her kam një fjall edhe muhabet, se guri i ran pesha në vend vet. Thoj shalumi aj që është në mërgjim, kur së m'ka shku mendja se jam kongabim. Oh, kush është në gurbet, atuj kush e pin, kishet bëj pak pare, zor mu këthyje shpin. Oh, munin e takatin e kam nën vend huj, tash jam këthyt e shpia, po s'pi vy kërkuj. Hajde ta ullat. Ako mu si pak një darë të rëgjitje për orkestrit. Hajde lume. Një muj në vend e lindje, vetë sa një sahat, ko ka shkru mu kënash, mos mu barahat. Gurbeti shikon, për me banu në selim, me ti prish krejtë nervat, e me t'baz hysnjeri. Kush është në gurbet, atuj kush e pin, kishet bëj pak pare, zor mu këthyje shpin. Oh, munin e takatin e kam lënve në tuj, tash jam këthyt e shpia, po s'pi vy kërkuj. Faleminderit. Faleminderit. Po i përshëndes krejt ata cilët janë në Gërbet, që janë në për diasporë, kudo që janë, edhe jo vetëm në Evropë, por gjerë në Amerike, në largët, Kanada, ku janë, shqiptarët, Australi, po që tash mi u pytë s'kam kur gjo, se më ka kop stresi. Se krejt ata në diasporë kanë stres. Edhe që tash më keni shtin stresa, edhe këtu ma keni përben në Gërbetin, kështë që më keni shtin stres. Jo, adim se s'kam unë kur gjo për me pytë. Po e du një sfit. Po e du një sfit, dhe më tonë për te jetë, Aulan. Që në faktikisht ball për ball me pas andin, edhe ti ki mundësi qka dush me pyt andin, që se ki pyt kur diri me sot në shpe. Qka me të vetë, më në burë? Qka do dhe me tonë, qka do dhe me tonë që nuk e ki pyt, dhe me tonë, nuk e ki pyt, për e marrë shembull kur të shpia, nuk t'ka shku dhe me tonë mendja, ose për e marrë shembull në dasëm, ose kur dhe me tonë edhe t'ka ikë ndështë api mendja, se këto momente po t'kujtohet. Hajde, pja bëjnë i pytje. A t'ka shku menja më rëvloj jam? Nesër mas nesër kur tim rish majet e tua me thonë, valla që tash vlon, pe qes pe ligë se pe kapi vetë mikrofonin. Ja, valla kur. Seriosisht? Valloj, seriosisht. Valloj sprekna. Valloj, asune që jam zonë më të rajtë. Ja, kur njetiq. Kush do që bona, apet bashkë dhe infon. Mirë bol. Kush? Ja i sholla. Jo. Ja i sholla. Aja s'bjen shprej heq. Mirë valloj i sholla, më rëzët. Dhe me tonë që kja, veç që ta. Me thonë që ja ke mu dopi me e kur ti më rish majet e tua, se këm vetë kur, përgjigjen malla që gjithë me mu, kjo në YouTube ja dije, të njëtë. Mos haro, kjo nuk të dhije. Ta prej që t'pjesë. Mos ki këso. Ta prej që t'pjesë gjithëm, ose me bo me më fshi lapë. Gjdo vjetë copy-paste e ki, gjdo vjetë e ki. Gjithë kena me bo kështu.
Këna meri për sërit. Andi, a ki diçka që e kishe dasht? Ta shune për ves me bo, one mos Hajde. më shko zoni, s'ma dënë ma. Po. Të jam qëtë ashtë i mu pej grupe, e merë një këngëtar tjetër në mirë. A ke e mirë lab? Po. Pesë ta. Alloj pesë. Ondi po të betona në zëtë që matë se zëtë i s'ka, as fëmija, as prind, as do me thonë, a i nalë nga ka botën vetë, po ta dho fjallën në besën që gjithë nga te e kom e konë si të mirë si të keqe. Do me thonë, dash po të shën, ti kemi pas gjithë senet qka ka mund kemi pas edhe ti. Do me thonë, e po qa unë një senin ma të vëgël, edhe ti kemi pas. Po qa diçka shumë të madhe, edhe ti kemi pas qa sa e ka mune. La bruje qdo, se e lash muzikë. Po. Taulant, e kom një pyetje për dët. Kush je ti Taulant. kur nuk she askush? Kush jam unë? Kur nuk she askush? Kur nuk më she askush? Po. Valloj bre lab. Se qëre tash mu livdu ashtu thujnë që qysh ja bën. Unë jam një njeri shumë i thjesht një jetë. Besëm që ti mu në hanë shpete unë, malli ty të merë mu me më ponë trener ka. Malli të merë. Unë e veç në shortë se, do me thonë, ku shkanë mas kështu. Abdin, ma kesë mos ko ku shkanë nesë. Abdin, qa që jam njeri për toke që nuk kom interesan absolut tjetër unë kur jam në shpim rana. Edhe kur jam me shosni, mu shosni jam njohin, keshëm, shohëm, tëna t'i bojna. Nuk jam njeri që maj vetë lanalt, se të ke funit... Njetë kemi. Une, sët jam që këtë Taulant, mas dhe viteve vjen dikush tjetër, aje len vjen dikush tjetër, aje len vjen dikush tjetër. Qështu shkon ke punë. Së ne mojmë na të njetën, apo kuptën. Kështu që jem, mënona që jem Taulanti ekstremisht i thjesht, jo veç i thjesht, po ekstremisht i thjesht. Andi? Unë alo ma shumë, jemi thjesht. Unë e kam jetën, kam qef, veç me shiu. As stres, as qa po bohet, as unë në sezon darës, ma vëdhe me thonë, unë e s'di as ku kom e knu nesër. Veç ju i pikjerët edhe, as nuk e di ku kom e knu, as do me thonë, ky e din, unë e thonë ku kena me knu Gjakov, graj. Gjamojk, po. Edhe unë jam njeri shumë që dalë, knaqna, e kam shoqnin tem, që i du shumë edhe ata, i kam si vlazni. E Allah për më knaq, pa. Për më knaq. I përshëndes, po gjithësysh. Kë s'tlen këpën pashku. Shqyqër zëti që i ka ordita këtina, se vallojën se kun pas, asona se këzoni. Tina një neve shumë ati, po shqyqër zëti këti ka orë mundësi, jam i shiju krejt. Senet e venet në përbote, delje shëtit e tash e ka dhe bashkëthorin e jetës, shkën bashkë me të knaqen. Mire tha lobi, një jetë e kim. Ala? Po, veç edhe një mundësi e ke. Po, edhe ajo është, Edhe ajo është. Deri sa është mundësia dhe është shqyqzimi dhe me të zotit, normal. Unë kom thonë gjithë shka. Dhe me thonë se sa do nëse t'jepet mundësia dhe t'jepet unë, po e thonë publikisht për herën e parë, që nuk e kom përmend kur. Unë falë televizionit, falë emnit, falë reputacionit, falë dashnisë, respektit, gjithë shkafe që e kom gëzu ndërshta. Unë jam njësë këtu e në New York, me €1, a i kom pasë në gjepa si kom pasë. Edhe unë mësë më ka dasht, për shkak se me kënë jem taku dhe më tonë atje, në vakt njëni në mëngjezin, tjetëri drejken, tjetëri darkën, të të pritë, të të përcilë. Për këto, është plotësisht e vërtet kjo se për me atje janë... Kanë qenë konat ndryshe, kanë qenë konat e vështira dhe me tonë atë vakt, se unë po flasë para 90 viteve, tash nuk po thëmë para 90 vjetëve, po para 90 viteve. Qashtu i ki dhe së dojë. Atje nuk ndrojnë, ata të jënë të njëjtit. Në me tonë shqiptarët e Amerikës nuk ndrojnë, jënë njëjtit. Edhe shqiptarët e diasporës jënë njëjtit. Unë po heq ma largë dhe me tonë që para 2 jave. Dhe me tonë shkova rastësisht dhe me tonë me një qytet, vish kër e ndalë e kompanjën 3-4 veta që e ndalë, edhe unë isha për ngut, më shku me marë vish diçka dhe për me ikë për të aeroporti, o amon, hajde vish një kafe pije.
e di që respektin e kanë dhe më tonë, sidomos, po që kena hup na pa këtu, po vëlla Taulan, po mjen keq, po nuk thiri, se s'po kam kohë, s'po kam vakt, me thirë me pika. Po vi bre dë. Kuku për neve, kuku për neve. Po inshallah ndryshoj gjithçka. Amerika mu më pëlqen shumë se për mene, unë jem kom 5 herë në Amerikë, 6 herë kismet në shtator kom e shku prap, jam ndasëm atje. Veç me të vërtet, i vetëmi vend që kështë jetu bas Prishtinës është Manhattan. Taulan, unë muj me tonë që e pa që shnetën edhe i pa që gjithat mirat e Zotit dhe Andi, uroj që mas parti me pas shnetën, edhe kur e kesh shnetën e ke gjitha, sepse pastaj dhe më tonë, po s'ket mirë me shëndet atëra a sezona, nuk është e sezon cilën faktikisht e presit, cilat ajo në ato dashma që me përgjithsi shumë të madhe i keni marë, edhe mbi gjitha janë ata njerës që minzi ju presin datën më të rëndësishëm tëne me ju këndu edhe me qenë pjesë të asaj natë. Më ka qenë, kom pas fatin me qenë bashkë, shumë herë, edhe e di për atmosferën s'po flasë, cilën se na bjenë, dhe më thonë, qështu jenë, po, ju, kamerman arkejt një sënishit jona, po s'ka ka sonë dhe dikush i vula filmi, ja. Falenderit lapë shumë. Falenderit shumë. Inshallah për të mira edhe për gëzime, jemi bashkë me tjetërin. Nëse kimi thonë dikujna diqka, që? Falenderit krejtve, jo këthefsha për të mirë, të njetën, inshallah, kur për keq nuk takuam, veç në gëzime, ndasma, hengje, edhe veç shëhret sa ma shumë, të keshëm, të knasëm se një jetë e kemë ka thonë labi. Këtë labi e shpiki këtë fjallë. Një jetë e kemë. Edhe u kry ma. Andi? Edhe në njëjtë falenderit këtë që na keni përkrah dhe i sot. Inshallah që u kthejna për të mirë, me në mlaj kur njët, veç për toke, se pa ta, s'kem ku shkojmë. Unë për jësam falemderit, a kena dhe na i sanda jo? Qa po dëna i sanda? Ha? CD-ja u kryjë marë burë, u kryjë CD-ja. A e sidhen për fillimit, E nali ma mirë. Për fillimit. Nga, ma di që tash live. Që tash live. A bën qëto live, bile? Po, që ta da bëjmë live. Edhe, pasho zotin asë nuk jem të edhi që a këna dhe bojë, tash dhije. Jo, une, qëre, dëgjam, gjithë shkapi që ka konë këtu është e rasti, dhe me tonë, po mbi gjitha është e bukura e koordinimit aty për aty. Dhe me tonë që unë muj me thonë që 5 minuta para emisionit jem taku bashkë me Lumin e bashkë me Taulantin dhe Andi. Kur e tha me fillim, me profesionist kur takohesh, nuk të vynë ma shumë, dhe me thonë, nuk vynë ma shumë se 5 minuta mu koordinu gjithë shka. Okej, hajde për koordinohem. Ko, qysh, tek, sen. Lumi, një hash. Thret prisneni mori Shkodër, Hajde trime se të kam otër, mere Durrësin dhe Tiranën, se na kështu e gzojna nonën. unë Traspeje dhe Qako, Ndreni Clape dhe Rugo, vjen Deçani e Mitrovica, Kaçani ku e Kamenica, vjen Gjiljani, vjen Prishtina, Ferizaj edhe Klina, edhe kështu në Kalas bashku porina. Hajde djoll, hajde! Hej, kur të vini mos harroni, edhe krujen e këtu të maftoni, qoni lajna dhe Gjirokastër, te pelene më lakastër, as mirë dit kuksin me thirë, thire korçono mere thirë, thraste tove nga stivari, Asulqinin e tivarin, Bujanov si vjen Presheva, Suhari ka e Malisheva, jeve ton golloku e podojeva. Piknojmë
dy strofa lap, shkoku që se i ka dhe 2 tjera. Po. Unë po i falenderoj juve, ata dytë aty, po i falenderoj edhe krejt shikuesit kudo që janë. Për shkak që gjithmonë u përmendi edhe të kanga. Kreshe Medveç Bujanës, ju kena për zamër kështu edhe nuk ju në haroj mas njere. Po flas për ulqinë e tetove, gostivare, shumë vende tjera cilat faktikisht janë shumica e popullatës shqiptare. Astret, po i përshëndes ata tutë në tetova atje ku janë. Gjiboni majnë jeni! Gjiboni majnë! Faleminderit shumë që jeni bashkë me Një Kafe me Labin, shkojmë me marketing, pas marketingut kthehemi pjesën tjetër. Ishim bashkë me pjesën e parë, faleminderit edhe njëherë për ju them secilit për juve që reklamoni produktet e juaja dhe biznesin e juaj tek emisioni Një Kafe me Labin apo edhe tek radio televizioni Një dhe njëherë për ju them faleminderit Pavinit për aromën e kafes që më jep në studion e emisionit Një Kafe me Labin, faleminderit kompania Tafaj. Unë e di që e kam një bashkëpunim të hatashëm bashkë me ta, vazhdoni sidomos ju që jeni Suarek, Prizren, shkoni në atë magjistrale, sepse është laluna për ndryshe me 3 restoranet mrekullueshme, gjigante, ja vlen të jetë darsma juaj e organizuar pikrisht aty. Faleminderit kompania Tafaj, por duke mos haruar Valonën, duke mos haruar Palmaklin, por edhe Fibullën, sepse vera po vjen, është nxehtë, bashkë me Fibullën mundeni me shku çdo vend bregdetar, sezonën veç u hap, e keni pa javën e kalume, po ku do të shkojmë tani këto momente, a do të jemi ma largë se Evropa, mbetet jeni bashkë me ne. Po këto momente, unë po them që do të shkojmë drejt Amerikës. Fatma Macula ka lindur në Mitrovic të Kosovës, kitaren e parja dha babajën e moshën 8 vjeçare. Prindrit e tij pasi e vunë re në interesimin e tij për kitaren, rregulluan që ai të studionte në një shkollë të muzikës klasike në Mitrovic. Me mësuesin Petar Rakic, e gjatë studimeve ka luajtur edhe me grupe të ndryshme rock nga mbar Kosova. Ai në moshën 17 vjeçare u regjistrua në shkollën e muzikës në Graz në Austri, që nga ajo kohë ai ka pasur mundësinë të studiojë dhe të luajë me muzikantë të mëdhenj si Harry People, Wayne Brassel, Mark Murphy. E secili prej këtyre muzikanëve ndihmoi atë në procesin e mësimit të fjalorit të nevojshëm, të kitarës, jazz dhe muzikës në aspektet e saj të përgjithshme. Ai në moshën 18 vjeçare u njeh me një regjistrim të kitaristit jazz Mark Whitefield, i cili u bë një tjetër ndikim i rëndësishëm në karrierën e tij muzikore. Ishte një ëndër e realizuar për të fliste dhe të ndante këndvështrimin e tij muzikor me një person kaq të madh dhe kitarist kaq të vërtetshëm. Në vitin 1998, në moshën 19 vjeçare, ai regjistroi albumin e tij të parë jazz në etiketën diskografike Music Garden, të quajtur të kujtoj ty në Graz, Austri. E në vitin 2000 ai u kthye në Prishtinë, Kosovë, ku regjistroi dhe publikoi albumin e tij Pop Telat me këngën me të njëjtin emër, i cili u bë hit. E në vitin 2002 ai u ftua nga miku dhe mentori i tij Mark Whitefield në New York për të vazhduar të zgjerojë me tej karrierën e tij. Fatma Macula në vitin 2014 publikoi albumin e tij I Man, i cili pati mjaft sukses në tregun shqiptar dhe atë amerikan. E Fatoni vazhdon të performoj, regjistroj dhe të mësoj kitar në New York, e për Një Kafe me Labin ai ekskluziv jep një intervist nga Amerika. Rama Lavi, faleminderit për ftesë. Në Amerikë është pak rruga, duhet një njësë pak para se ma në Amerikë, se këmë studiu në Austri, mas pari, ju më dalë moshë shumë të ri, i ri kam qenë këmë shku në Austri me studiu në jazz, kam qenë 15 vjeçar. E atje këmë studiu mas pari në Akademi Jazzit, mas një kohë
4-5 vjeçare atje, e kom njoftu një idol tem që e kam në Mark Whitfield, është jazz gitaristi shumë i njohur. Ai më ka dëgjuar atje ty ra muzikë edhe më ka ftu marrë në New York. Mandena te atyshit e kom pasur atë ëndrrën pak marrë me këtu në New York dhe me vazhdu karrierën time në New York, se New York gjithmonë u njoh si meka e jazzit. Mandena kom vazhdu studimet në Graz, pastaj ti Grazit, masi që e kryva atje, erdha në Kosovë. Kosovë i bona 2 vite me që bona albume, koncerte, non-stop. Mandena mendosa të Kosovës më ardhe New York, se mu taku me në atë kohë idolin tem edhe herojin tem jazz gitarës, Mark Whitfield, edhe u duk me vazhdu karrierën këtu, se këndishte meta si stagnova si muzikante, u duk me vazhdu për me përparu, u duk me vazhdu New York City. New York është sjena më e mirë se jo vetëm në Kosovë, po edhe për Evropë është shumë advanced, shumë përparume, krahasohet. Unë kur kom studiu në Graz, që është në Austri, është akademia më e mirë e jazzit në Evropë, është një ndër më të mirët në Evropë, është Grazit e Austrisë, kom studiu në. Kom mendu që kjo është kombinacioni i jazzit, derisa e marrë në Amerikë. Mandjana e kom marrë vesh që kërkas është. Në Kosovë na dhe shumë më larg, na kena talenta, kemi muzikanta, talenta shumë të mëdha, po sa i përket jazzit, ato kemi qenë shumë larg edhe shpresoj që më shumë me pas investime se në art, se jemi shumë bagi larg sa i përket jazzit e jazz festivaleve, edhe jazz me investu në jazz muzikanta, në jazz shkolla, kemi në jazz akademi, kështë qenë shumë më pas edhe ato. Për atë shkak që për mu ka qenë shumë rëndësi që marrë në Amerikë, se kur im qenë në Graz, e kum kry një farë një tur ose një fast që u duf me kry, me studiu. Me dhe në Kosovë, edhe për shkak që dashta pakës me pru si një lloj fryme jazzit të re në Kosovë, edhe pata sukses me atë punë, po mandena e parë që meta, nuk më shfasë me shku manel si artistën veti, edhe u duft më ardhë që me përparu edhe manelt, edhe si më ardhë e kom pa që është dallimi shumë i madhë, kom përparu shumë si muzikant edhe si artist, krahasim me në Austri edhe në Kosovë. Sfidat kanë qenë si çdo njeri që vjen në vendin të mëdha si New York është, po fatmirësisht sa i përket muzikës, se unë s'kom bo njerë kur gjë tjetër pas muzikës. Sot a ditë vetëm jetoj dhe pra vetëm për muzikës. Kom pas fat që, si stash më herët, që kom pas ftesën për Mark Whitfield. Ai është emër shumë i madh. Unë edhe me këshyrën online, kush është Mark Whitfield me W. Ai kom ka ftu më këtu, e kur i kom lemru që më në këtu, jam shku shka që pa mundi që më ka prit më shku në shpetaj, kom najt pak taj, më dhe në ai ka qenë shumë i zanën, për shkak që ka qenë shumë i zanën, mi ka dhënë disa koncertet tina, me zavendësu ato. Kjo ka qenë bashkë ka fillimi, ajo, këto sene mi kanë hapë më dyrt shumë për me depërtu shpejt. Më dhe në i kom ranë vene që ku mujtë me andru, edhe i kom ranë vene me njerës që vesh ku mujtë me andru, që ka të shpejt mi ra. Mos që shkonë Mark Whitfield, ndoshta edhe këtë sës kësha mujtë mi ra, ndoshta me ata njerës. Për shkak që gjithmonë connection, gjithmonë lidhe me pas ndihmon për çdo aspekt, muzika, në çdo sen. Po me mendimin e tina më ka ndihmu shumë mi ra me emrat shumë të njoftën jazz scenës edhe me mi ra jazz klube më të njoftën edhe vende më të njoftën në Amerikë. Ajo ma ka lesu pakës mësë me qenë qaq vështirë për mu si artist. Mandena, normal që unë e shfryzoha rastin e kapa si ngjiri, nuk e lëshova, moment që e kapa nuk e lëshova, edhe mandena shkëshin punë ma mirë, edhe vazhdu më qelë pakës me edhe me embra, më të mëdhaj ka scena edhe popit, edhe R&B edhe këto. Më inspiron shumë se kur
në botë s'ka si një orë që mundesh me shku mramje, ose çdo mramje me pa emrat më të njohur të jazz scenës, ose legjendat më të mëdha të jazzit botëror, mi pa live, mi ndëgju. E kjo është me rëndësi për edhe artistat e ri, jazz artistat e ri, edhe për njerëz që janë ma veteran në jazz muzikës, mi pa njerëz që janë edhe legjendat. Vetëm New York e ka këta që mundesh me shku edhe mi pa edhe edhe faktikisht që se e jazz muzikant, mundesh edhe mi ra me ta, nuk dash kanë gjitë jam session mi ra me ta, që se e në kategori me ta, of course, ose që e mirë. Që kjo është e ka specifikën, është special, New York are very special about this, që e ka opcionet të mëdhaja për jazz edhe për llojet tjera muzikë. Unë mendoj si çdo shqiptar, na jena shumë mburën me identitetin tonë, jena shumë mburën. Unë jam edhe që jam dalë shumë i ri me 15 vjet, ma shumë kur jetu jashtë se në Kosovë me këqyr halal. Po ajo identiteti nuk ka hu kur edhe gjithmonë ku jam shkus edhe në përsinat e mëdhaja botërore e kom prezentu vetën si shqiptar edhe sot ditë mënona sa ma shumë me prezentu vetën si shqiptar, pa më përësy çfar me kam bëj muzikë me ato, apo ajo s'm ka ndiku vetëm sa ma shumë më ka inspiru faktikisht me përparu si person me kallëzu identitetin si shqiptar këtu në Amerikë. Kum pas bashkëpunime ma tërshme me Dafinën Zeqirin kur ka qenë e këto kemi bashkëpunu disa herë bashkë, edhe live edhe patëm po plane disa kështu me inqizu diçka, po mbetën ato për gjysë. Një këngë tre që kam me dalë është me një këngëtar tivet Evan Coles edhe Kresha, këna bo pakës ma e këmëstish Kreshin Shqip me kënu, me repuvat, kë anglisht me këngëtar Evan Coles është pakës shumë i njohtë në njërë. Për shpesaj, kjo këngë do me ndalë me da 3 mujve, 4 mujve, delë në Amazon, në Spotify dhe në iTunes. Me Vesta Smollisin e kema para disa vjetë dhe kena pas një këngë, që është shumë këngëtare talentume. Ka këngëtar shumë Kosova e Shqipnia që janë shumë talentume që kum pas qefe, kemi bashkëpunuar bashkë. Mira Konqin e kena këngën e fundit, videoklipi fundit era këngë që kena përpunu totalisht më një tjetër. Ajo është mundi me pa në për YouTube është. Me to kemi bashkëpunu dhe kemi alo plane tjera me bashkëpunu. Unë jam përmbyshe namazli, që ona 5 më gjesë falme. Mandena vazhdo me flajt që ona 5 në ora 8 edhe vazhdo ushtroj gitare deri një 2-3 orë të mira që do ditë ushtroj gitare. Kështu që e kam familje, kam 2 fëmijë, e kam një vajzë dhe një djalë. Kështu që me ta mina me sport me ta. Pastaj shkoj në studio, shumicën e ratën shkoj në për recording studio në për Brooklyn e Manhattan e këtu. Edhe shumicën e mramjeve jam në për koncerte në për Manhattan, në Brooklyn edhe në Queens. Dhe me thonë, paka shumë jetoj bashkëqysh andën time se jam shumë njeri familjar, po jam edhe shumë muzikën e kam e dyta me njëra që vjen. Dhe me thonë, edhe munona sa më shumë e kalu ko me familjen teme, ama mramje dedikona muzikës edhe gjatë ditës muzikës. Kështu që kalon një kur shumë e mirë, nuk kalon asë një ditë, veç nëse jam smooth, nuk kalon asë një ditë pa ushtru gitare, se pa ushtru zban at least 3 orë ushtroj çdo ditë. Edhe mandena vazhdoj me aktivitetet familjare, mandena me studio, e mandena me mramje dhe koncert. Ja, kom nis kështu më marr pak me sport që më kon ma fit, po jo, basketbollin e du shumë, mira me basketball, po jo kështu diçka, po mënona veç sa për najt aktiv, sa për health reasons.
Vaj, muna me thonë mamin, babin, edhe motrat e mija. Muna me përshqit qëta tre. Sa e bukur është kur I vjen fundi edhe jemi këta dytë edhe me ritëm kështu pianos edhe të violinës. Unë pyetëm faleminderit që keni qenë sonte bashkë me Radio Televizionin Njëstënie, bashkë me emisionin Një Kafe me Labin. Jam falenderues secilit prej juve që jeni pjesë e pandarshme e imja, pjesë e pandarshme e Radio Televizionit Njëstënie. Unë pa tjetër që duhet një falenderim Beratin, Fatosin, Andin, për ndryshe Astritin dhe Hajdarin, cilët janë në pult atje, duke më sqaruar edhe regjin e Njëstënisht, e cila është atje. Aripe, faleminderit shumë, Masar, faleminderit shumë për bashkëpunimin për gjithçka. Ekrem, faleminderit shumë, por unë pa tjetër që më duhet një falenderim shumë I madh për Pavinin. Faleminderit për aromën e kafës që më jep në studion e emisionit Një Kafe me Labin, që fakt unë ju kam thuja që çdo javë pjesë pandarshme timen. Paul McLean, faleminderit shumë, Valone, faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem, por duke mos harruar edhe Fibullën, sepse është pjesë e imja e pandarshme. A do të ketë verës diçka, të shohim, jemi në kontakt bashk tek Një Kafe me Labin. Unë I them, ju du pafund, faleminderit Ekrem, faleminderit për punën e mrekullueshme. Ju du pafund, takohemi të dielën tjetër me musafir tjerë, me gjana tjera. Këta dytë edhe Ekremi, ekipi nuk mungojnë, janë pjesë e pandarshme imja. Tung, mirupafshim.